Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut njofton për një rritje prej 3.2% të prodhimit të brendshëm bruto për 3 mujorin e parë të vitit 2025, sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë. Me këto rezultate, Maqedonia renditet ndër 5 ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë, pas Irlandës, Danimarkës dhe Polonisë. Rritja më e madhe vure në ndërtim, më pas në aktivitete profesionale, shkencore, teknike, administrative dhe veprimtari të shërbimeve ndihmëse prej 7.1%, ndërsa informacioni dhe komunikimi ka një rritje prej 4.8%. Sofia zyrtare shpreh shqetësim për deklaratat e kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Ministri i Jashtëm bullgar Georg Georgiev tha se integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshir Republikën e Maqedonisë së Veriut është si në interesin ashtu dhe në prioritetin e Bullgarisë, një investim në arkitekturën e përbashkët të sigurisë të gjithë rajonit. Ministri i Jashtëm bullgar kërkoi të respektohet parimi i meritave. Ne këmbguli në zbatimin e konsensusit të vitit 2022, sepse është ai që mat në mënyrë cilësore dhe objektive progresin e vendit, tha ministri i jashtëm bullgar. Rajoni. Rriten pagat e shërbyesit civil në Kosovë. Qeveria drejtuar nga Albin Kurti vendosi për një rritje me 55 euro duke filluar nga korriku i këtij viti. Shefi i qeverisë në Prishtinë tha se kjo është rritja e dytë për këtë kategori pasi një rritje e parë me po të njëjtën shumë ka hyrë në fuqi që nga janari i këtij viti. Ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kemi miratuar në ligjin e buxhetit, pagat e shërbyesve publik këtë vit rritët 2 herë nga 55 euro. Sipas Albin Kurtit, paga mujore për mbi 80.000 zyrtar do të jenë gjithsej 110 euro më të larta krahasuar me dhjetorin e vitit 2024. Sot do të marrim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore shtesë për të gjitha organizatat buxhetore që të mbulohet kostoja e kësaj rritje. Pas përgatitjeve teknike, zbatimi i fazës së dytë të rritjes do të fillojë të aplikohet muajin e ardhshëm dhe kështu pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtarë publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. 31 milion euro shumë alokuar nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagave për shërbyesit publik. Ministri i Financave Kuran Murati sqaroi se në ligjin për ndarjen e buxhetit është parashikuar që rritja e pagave në sektorin publik të ndahet në 2 faza. Faza e parë sipas tij ka filluar të aplikohet. Përmes vendimit të marrë këtë mërkur synohet të mbulohet dhe kosto e rritjes për fazën e dytë. Vion ngërçi politik në Kosovë, deputeti BDK-s Abelar Tahiri akuzoi vetvendosjen për bllokim institucional duke kërkuar reflektim nga kjo parti. Lëvizja vendoset të ketë reflektu mbi këtë blokadë, pra shkaktari i kësaj blokade janë pikërisht ata. Ne i kemi dhënë opsionet tona dhe shpresoj që të reflektojnë dhe ta zhbllokojnë këtë situatë. Ai kërkoi nga presidentja të ketë më shumë angazhim dhe të ushtrojë presion mbi partitë dhe deputetët, siç e përcakton roli i saj kushtetues. Presidentja do duhej me pas një angazhim shumë më intensiv gjatë kësaj periudhe. Domethënë një angazhim nuk do duhet të lihej me një takim, do duhet të kishte një presion më të madh edhe te partitë politike, edhe tek deputetët, sepse është në rolin e saj kushtetues për garantimi kushtetues i funksioneve të Republikës së Kosovës. Ishte deputeti PDK-s Abelar Tahiri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përplasje mes deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi ndërprerjen e seancës me pretendimin se ka mungesë kuorumi dhe se duhet minimumi një numër prej 70 deputetësh në sallë. Me këtë pretendim ai kërkoi që të ndërpritet seanca dhe të thirren deputetët. Njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e Kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju bindet deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sjellim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot ne, detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë quorumin që ti të nisës seancë. E ke për detyrë. Me një reagoi dhe kryetare e Kuvendit Elisa Spiropali. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, tani më vjen keq që detyrohem të lexoj nenin, po ç'të bëj. Përplasje pati dhe mes Flamur Nokës dhe deputetit Auland Balla, pretendimet e Nokës për praninë të GPS-it në 500 zarve të shqiptarëve në Selanik, Balla i quajti përpjekje alucinante. Shkodra do të ketë një portë të re hyrëse. Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Ballugu inspektoi ecërinë e punimeve të rrugës Kthesa e Bërdicës ura Baçallokut. Rruga e re do të ketë një gjatësi për 1600 metrash, ndërsa ura ekzistuese me gjatësi 180 metra lineare do të duplikohet në një strukturë të re pranë saj.
Nuk preket ura ekzistuese, është 180 metra apo jo linear, gjatësia. Ne ndërtojmë një urë paralele e cila do të shërbejë si njëra nga krahët e rrugës. Pra, por si që do kemi pra në urën e re janë ata që do vinë siç vjen ky krah u tani drejt Tiranës, duke mos e prekur urën ekzistuese. Pra nuk do ketë ndërhyrje mbi atë infrastrukturë. Projekti përfshin dhe urbanizimin e zonës me trotuare, ndriçim dhe gjelbërim. Duke qenë se kemi pasur kërkesë nga Bashkia e Shkodrës për të urbanizuar projektin, gjë që nuk është hera parë që ne e bëjmë, kemi thënë këtë në Unazën e Madhe, kur ne nisëm Unazën e Madhe, na është dashur që të bashkëpunojmë më pas me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se që gjitha këto vepra pavarësisht se janë infrastrukturë kombëtare rrugore, nga ana tjetër futen në zonat banuara duke bërë kështu të nevojshëm që të ketë edhe pjesë të tjera që janë të lidhura dhe të ndërlidhura me pjesët e mobilimit urban. Sport. Kombëtarja shqiptare e futbollit vjon përgatitjet për sfidën me Serbinë. Në një konferencë për shtyp sulmuesi kombëtares, Arbër Hoxha pranoi se do ishte më mirë një humbje me Letoninë në 10 qershor për një fitore me Serbinë në arenën kombëtare. Sipas tij, lojtarët po punojnë mirë dhe kanë besim dhe shpresojnë se do marrin fitore. Hoxha mendon se fitoria na jep një dorë më shumë drejt botrorit. Po, besoj që kjo ndeshje pra është një ndeshje e vështirë dhe besoj që kjo vendos pra për një vend në kualifikuese pra për një play-off në ndeshjet për botrorin dhe shpresojmë që do e fitojmë ndeshjen se ceka edhe më herët dhe të kemi një shpresë të kualifikohemi në botror. Ai nënvizoi se sa e rëndësishme është kjo përballje, mjafton të theksohet se interesi i tifozëve për të qenë në stadium ka përceu shifrën e 200.000 kërkesave për bileta. Supersfida Shqipëri-Serbi do të luajë të shtunën e 7 qershorit në orën 20:45 në arenën kombëtare në Tiranë. Portieri kombëtares Kuqezi Tomas Trakosha vesh të tjera shundar tek cilësitë e kombëtares së Serbisë. Sipas tij, në goditje standarde, lojtarët janë shumë të mirë dhe Shqipëria duhet të mbrohet mirë. Di që në goditje standarde janë shumë të mirë, kryesojnë mirë zonën, po më rëndësi ka të jemi gjithë të përqendruar, mos vijat topin deri atje. Edhe besoj kemi treguar edhe më kundërshtar dhe akoma më të vështirë që kemi grupën për të barbajlur. Edhe kemi mbrojtur kundër Spanjës, Kroacisë edhe Italisë shumë mirë. E dim gabimet tona edhe do provojmë mos ta bëjmë. Një trup nga Italia do të gjykojë sfidën Shqipëri-Serbi e vlefshme për grupin K, kualifikues të Kupës së Botës 2026. Gjyqtar kryesor është arbitri Davide Massa. Në ndim të tij është Filipe Meli dhe Ciro Carbone. Arbitri 4 është Fabio Maresca. Në sistemin VAR do të jetë Alejandro Di Paolo me ndihmës Daniele Doveri. Massa ka gjykuar vetëm në një rast kombëtare shqiptare në datën 16 nëntor 2015 në miqësorin ndaj Gjeorgjisë. Për Shqipërinë, kjo do të jetë ndeshja e tretë në këtë fushat kualifikuese, pas humbjes me Anglinë ku qezinë fituan me Andorrën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka shpreson një rezultat pozitiv në përballjen me Serbinë. Kreu i qeverisë së futbollit shqiptar kërkoi një ndeshje korrekte dhe në frymën e garës sportive. Presidenti Duka komentoi dhe procesin e shpërndarjes së biletave përmes shortit kompjuterik, duke garantuar transparencë të plotë dhe ndjekjen e standardeve të UEFA-s. 3 persona e arrestuar nga policia e Tiranës për shitje të jashtëligjshme të biletave për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë, ndërkohë që 2 të tjerë, një 25 vjeçar dhe një i mitur 16 vjeçar, do të jetohen në gjendje të lirë. Identifikimi i 3 personave është bërë nga rrjetet sociale pasi reklamonin shitje nga 300 deri në 1000 euro. Të arrestuarve u janë gjetur edhe bileta me vete si provë materiale. Stadiumi Arena Kombëtare ka një kapacitet prej afërsisht 22.000 vendesh, ndërsa për ndeshjen e 7 qershorit që vlen për kualifikuesit e botrorit ka patur rreth 200.000 kërkesa për bileta. Tifozët kuqezi nuk do të jenë në stadium për ndeshjen kundër Serbisë. Ajo do të luajë të shtunën e 7 qershorit në orën 20:45 në arenën kombëtare të Tiranës. Rëndësia e sfidës ka bërë që grupimi historik i tifozëve kombëtares të mblidhet pranë stadiumit për të mbështetur ekipin dhe për të parë sfidën së bashku me mira të tjerë. Në njoftim të fundit, tifozët kuqezi thonë se do të jenë në bulevardin Dëshmorët e Kombit tek lulishtja e vëllezërve Frashëri dhe do të shohin ndeshjen nga një ekran i madh duke filluar nga ora 19. Për ne nuk ka rëndësi prania në stadium, por do të jemi aty për kombin duke kënduar të gjithë krah për krah njëri tjetrit, në një ditë që shpresojmë të kthehet në festë, thuhet në njoftimin e tifozëve kuqezi. Futbollistët e kombëtares Kosovës pranojnë unitet dhe përkushtim brenda ekipit duke vlerësuar atmosferën pozitive dhe integrimin e mirë të lojtarëve të rinj në prag të 2 ndeshjeve miqësore. Portieri Visar Beka e shprehur optimist për vazhdimin e ciklit pozitiv. Po shpresoj që këto 2 ndeshje me shku për fitore,
edhe me vazhdu këtë cikël pozitiv. Nuk ka kundërshtar të lehtë, edhe me Armenia është e kombëtare shumë e fortë edhe po shpresoj që kena me jap maksimumin, kena me hime 100% pa më parasysh është mitësora apo është kualifikuese, na jap maksimumin edhe shpresoj që lojtarët e rinj të rregu veten që të ardhmen me postë këto lojtarë më të mirë. Ndërkaq, Ermal Krastiqi vlerësoi përgatitjet intensive dhe analizimin e detajuar të kundërshtarit. Sot është dita 4 e stërvitjeve dhe grupi është shumë i mirë dhe të gjithë janë të vetëdijshëm që duhet të japin maksimumin dhe jemi në nurat e trajnerit dhe po mundohemi që të përgatisim ndeshjen sa më mirë, që është e mundshme dhe të shohim çfarë do ndodhë në ndeshje. Të gjithë janë ambientuar shumë shpejt dhe janë shumë djemë me karakter shumë të mirë dhe të gjithë e kanë posë që duhet të japin më të mirën që të zënë një vend kombëtare dhe normalisht i kemi mirëseardhur shumë mirë. Për dallim nga hera e kalume, Armenia tani janë shumë të mirë në aspektin e ofensiv dhe defansiv. Jemi duke analizuar në maksimum dhe shpresoj që të bëjmë të mirën të premten. Të mërkurën Dardanët zhvilluan stërvitjen e 4 në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kundër Armenisë dhe Kamoreve. Të gjithë lojtarët përveç mbrojtësit Ismail Beka, i cili është larguar për shkak të lëndimit, janë në gjendje të mirë fizike. Një skuadër arbitrash shqiptar do të vendosin drejtësinë në ndeshjen miqësore Kosovë-Armeni. Eugene Xhaje do të jetë gjyqësori kryesor i takimit, ndërsa Giulio Mani dhe Marius Qose asistentët e tij. Florian Lata do të jetë gjyqtari i 4 i takimit. Miqësoria Kosovë-Armeni do të luhet të premte në orën 19 në Prishtinë. Takimi do të zhvillohet në stadiumin Padil Vokri në Prishtinë të premten e 6 qershorit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.